Kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër. Mos ta sabotoj kryeqytetin që 4 vite tash, vetëm pse unë nuk jam antar i lëvizjes vetëvendosje. Kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër. Unë sigurisht që do të vazhdoj si kryetari i kryeqytetit dhe prapë i lutem publikisht përkundër faktit që kryeministri kishte pas shef, kryeministrin e detyrë kishte pas shef kjo që të jetë ndryshe. Sot i lutem që nëse është ende në detyrë pas zgjedhjeve lokale ku unë prapë do të jem kryetari i kryeqytetit, që të kemi një bashkëpunim të mirëfillt për të mirën e kryeqytetit, mos ta sabotoj kryeqytetin që 4 vite tash, vetëm pse unë nuk jam antar i lëvizjes vetëvendosje. Pra e kanë sabotuar së bashku me Hajrullah Qekun, i cili tash pretendon që ja don të mirën kryeqytetit, me kryeministrin që pretendon që ja don të mirën kryeqytetit, ndërsa e ka sabotuar që 4 vite. Pra kjo është totalisht e papranueshme, prandaj unë inate nuk mbaj. Unë do të jem prapë kryetar dhe kërkoj nga sot që të kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm me kushdo që të jetë kryeministër i të ardhmes në Kosovë.